Po ju them sot që potenciali i Kukësit, nëse ne së bashku arrijmë t'i kombinojmë këto dy gjëra, pra të krijojmë atraksionin duke vendosur në qendër si një magnet qytetin e Nëndeshëm, për cilin po përgatisim një konkurs ndërkombëtar për ta kuptuar eksaktësisht se si do të zhvillohet, dhe në konkursin ndërkombëtar do të përfshihet edhe hotel turizmi, dhe nga ana tjetër për të krijuar një sistem mikpritje ku njerëzit jo thjesht të vinë, por dhe të kenë mundësi dhe arsye të qëndrojnë disa net nëpër bashkinë dhe qarkun e Kukësit. Ne mund t'ju them që nuk është as pak e habitshme që në Shqipërinë 2030 Kukësi të arrijë në 1 milion turist. Si qark. Nuk është një shifër e jashtëzakonshme. Ka zona të tjera që e kanë arritur këtë shifër. Tjetra që duhet të them, duke kaluar tani nga Kukësi tek Shqipëria, dhe duke ju thënë të gjithëve ju këtu, po ju që jeni këtu ju e keni nda menin, duke thënë atyre që s'janë këtu, që unë besoj se 11 maj nuk është një zgjedhje si gjitha tjeret. Në 11 maj nuk është dita për t'u marrë me fanelat e partive, për t'u marrë me ngjyrat partijake, për t'u marrë me historitë e të kaluarës. Në 11 maj është dita për të marrë një vendim që lidhet me historinë tonë, lidhet me fatin evropian të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Në 11 maj është dita që demokratët të bëjnë atë që të tjerët që nuk ishin mbështetës Partisë Demokratike bën në 22 mars të vitit 1992, kur votuan për Partinë Demokratike, pavarësisht se nuk ishin mbështetës Partisë Demokratike. Votuan për Partinë Demokratike një shumicë e madhe shqiptarësh. Dhe kaq e vërtetë është kjo që po ju them unë, saqë pastaj në gusht apo në shtator, se nuk e kam sakt si kohë, kur zhvilluan zgjedhjet vendore, shumica dërmuese votoi kundër Partisë Demokratike.